Mirëmbrëma të nderuar, zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni. Bordi i transparencës rrit çmimin e naftës në të gjitha pikat e karburanteve nga kjo shtunë, tregtohet me 218 lekë për litër, shtrenjtohet edhe benzina. Rama mbledh grupin parlamentar dhe qeverinë, njofton nisjen e turit punët për Shqipërinë, urdhëron ministra dhe deputetët dilnin në terren, takonin qytetarët. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha njofton protestën e radhës në 17 prill e gjithë Shqipëria vjen në Tiranë. Edi Rama ka vetëm një rrugë, dorëheqjen. Ferma VIP 3 mbërthen publikun pas ekranit të Vision Plus. Spektakli i moderuar nga Arbana Osmani vendos rekord shikueshmërie, çmimi i madh 200.000 euro. Jojmë të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Bordi i transparencës ka vendosur të rrisë sërish çmimin e naftës duke çuar atë në 218 lekë për litër. Vendimi i kësaj të shtune vjen pasi importuesit e karburanteve kishin paralajmëruar se do të pezullonin shitjen me shumicë. Çmimi i naftës ka shkuar në 218 lekë. Ky vendimi i Bordit të Transparencës i marrë gjatë mëngjesit të kësaj të shtune, solli rritjen e çmimit me 15 lekë, krahasuar me vetëm një ditë më parë. Edhe çmimi i benzinës është rritur me 6 lekë, duke e çuar shitjen me pakic në vlerën e 181 lekëve për litër. Vetëm një ditë më parë, tregtuesit e naftës me anë të një letre, 5 importuesit më të mëdhenj, kanë dalë kundër këtij vendimi, sepse sipas tyre, ky çmim i lëndës djegëse nuk mbulon kostot e prodhimit. Sipas tregtarëve shqiptar, ata nuk mund të shesin nën kosto, pasi do të shkaktonte humbje të mëdha për bizneset e tyre. Ndaj për këtë arsye, kërkuan nga Ministria e Ekonomisë dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë të ribëjnë analizën e shifrave të blerjes së naftës. Në të kundërt, paralajmëruan se do të marrin masa deri në pezullimin dhe kufizimin e shitjes me shumicë të naftës dhe benzinës, si dhe frenimin dhe kufizimin e procesit të zhdoganimit të karburanteve në Porto Romano deri në një moment të dytë. Në mbledhjen e parë të zhvilluar ditën e premte, Bordi i Transparencës vendosi të ulë çmimet nga 214 lekë për litër, çmimi i cili qëndroi për 8 ditë, ul në nivelin e 203 lekë për litër, ndërsa benzina nga 199 lekë për litër u vendos në 175 lekë për litër. Kryeministri Edi Rama mblodhi qeverinë dhe grupin parlamentar ku njoftoi nisjen e turit punët për Shqipërinë, i cili do të rrugëtojë në të gjithë vendin. Bashkëbisedimin e parë me qytetarët, shefi i qeverisë e mbajti në njësi numër 2 në kryeqytet. Në mbledhjen e zgjeruar të grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe qeverisë, kryeministri Edi Rama lajmëroi nisjen e turit punët për Shqipërinë. Takimin e parë mbajti pas ditën e së shtunës në njësin 2 në kryeqytet, ku deklaroi se qeveria po bën më të mirën për të frenuar rritjen e çmimeve. Tani njerëzit mund të thonë si duan, por ne jemi vetmi vend që kemi ulur çmimin e energjisë. Dhe kemi ulur me 10%. Kemi hyrë në veprim dhe siç e keni parë me bordin e transparencës, kemi filluar ta diktojmë çmimin. Shteti duke u futur e para të garantojë rezervat, e dyta të ndikoj në çmimin e naftës. Rama deklaroi se pagat në sektorin publik janë rritur, ndërsa pensionet kanë hyrë gjithashtu në planin e rritjes. Pagat në sektorin privat vazhdojnë rriten. Pagat në sektorin publik janë rritur në mënyrë të vazhdueshme dhe përsëri kemi bërë rritje. Po jo vetëm kemi bërë rritje, po tani kemi hyrë në një fazë ku siç bëm me mjekët, siç bëm me ushtarakët, siç bëm me mësuesit, po njohim paralelisht vjetërsinë në punë. Një gjë mund të themi për pensionet. Tani pensionet kanë hyrë në planin e rritjes, i cili është një plan 4 vjet rresht. Ministrat, deputetët dhe kryebashkiakët do dalin në terren për takime me qytetarët në të gjithë vendin, në bazë të zonave të tyre elektorale, ndërsa do të njihen me problematikat dhe çfarë kërkohet për të ardhmen. Këto takime do të vijojnë deri në 12 qershor, datë që përkon me 35 vjetorin e themelimit të Partisë Socialiste. Veç kësaj, kryetarët e bashkive pritet të zhvillojnë takime me qytetarët për të dhënë llogari mbi premtimet e bëra dhe realizimin e tyre.
Këto direktiva të kreut të qeverisë u dha në mbledhjen e zgjeruar ku pjesë ishin kabineti qeveritar, deputetët e mazhorancës, si dhe drejtuesit e institucioneve kryesore. Takimi u zhvillua në Pallatin e Brigadave dhe për posturit punët për Shqipërinë u diskutuan edhe reforma territoriale e ajo zgjedhore. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha bëri të ditur këtë të shtunë se opozita do të rikthehet në protestë kombëtare më 17 prill. Ai paralajmëroi kryeministrin Rama se i ka mbetur vetëm rruga e dorëheqjes, në të kundër do të përballet me zemërimin e qytetarëve. 17 prilli është data që Partia Demokratike ka vendosur për protestën kombëtare të radhës. Data u zbulua nga kryedemokrati Sali Berisha gjatë një bashkëbisedimi me qytetarët online, teksa u shpreh se skenari i tubimit do të bëhet i ditur së shpejti. Me datën 17 prill, Shqipëria në Tiranë për dorëheqjen e Edi Ramës. Mos mendo se nuk do të gjesh paqë kurrë, nuk do ketë stabilitet kurrë. Për ty organizatën tanë të ballukëve kriminal. Lideri i opozitës komentoi edhe rritjen e çmimit të naftës, teksa lajmëroi se demokratët kanë gati një paketë që garanton uljen e çmimit të hidrokarbureve. I garantoj se ne do të vendosim atë regjim fiskal i cili bën të mundur që nafta në Shqipëri të shitet një lloj si në Kosovë dhe Maqedoni dhe asnjë qindark më shtrejt. Kemi përgatitur paketën, javën që vjen e paraqesim dhe njëherë para publikut, ekspertët dhe specialistët dhe deputetët tanë kanë punuar dhe do u njohim me te. Gjatë bashkëbisedimit me qytetarët, Berisha nuk harroi dhe akuzat ndaj kryeministrit Edi Rama, i cili sipas tij ka bllokuar çdo institucion për të mbrojtur veten. Kryeministri Edi Rama ka publikuar të dhënat e indeksit ndërkombëtar që analizon cilësinë e qeverisjes. Shqipëria është vlerësuar me nota pozitive për transformimin politik, duke lënë pas vendet e tjera të rajonit. Shqipëria renditet e para në Europën juglindore në fushën e transformimit politik dhe i qeverisjes. Në raportin e BTI, indeksit të transformimit, që analizon dhe vlerëson çdo 2 vite cilësinë e demokracisë, vendi ynë kryeson me 7.70 pikë për 2023-2025 në transformimin politik, teksa lë pas vende si Maqedonia e Veriut, Bosnia Herzegovina, Kosova dhe Serbia. Të dhënat u publikuan nga vetë kryeministri Edi Rama në rrjetet sociale, ndërsa vendin e parë në rajon, Shqipëria e zë në fushën e qeverisjes me 6.71 pikë. Megjithatë, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut renditen përpara Shqipërisë në fushën e transformimit ekonomik, ku vendi ynë është vlerësuar me 7.11 pikë. Teksa kjo është fusha e vetme, ku Shqipëria nuk kryeson në rajon. Sipas raportit të BTI, 23 vende përfshirë Gjermaninë dhe Shtetet e Bashkuara, aktualisht nuk janë pjesë e vlerësimit. Ky vlerësim bazohet në më shumë se 5.000 faqe raportesh të detajuara për vendet, të përgatitura në bashkëpunim me rreth 300 ekspert nga universitete dhe qendra kërkimore kryesore. BTI është i vetmi indeks krahasues ndërkombëtar që mat performancën e qeverisjes, duke përdorur të dhëna primare të vetat dhe që ofron një analizë të plotë të kapacitetit drejtues politik në proceset e transformimit. Edicioni i treti i Ferma VIP startoi mbrëmjen e të premtes në ekranin e Vision Plus në moderimin e Arbana Osmanit. Spektakli vendosi rekorde shikueshmërie në të gjitha platformat. 19 konkurrent, personazhe të njohur në disa fusha, nisën garën për çmimin e madh që do të jetë 200.000 euro. Mbrëmjen e djeshme nisi zyrtarisht edicioni i treti Ferma VIP, duke rikthyer në ekran një nga formatet më të ndjekura dhe më të komentuara të momentit. Një start i fuqishëm, i kuruar në çdo detaj, ku spektakli, emocionet dhe dinamika u ndërthurën që në minutat e para. 19 personazhe të njohur nga fusha të ndryshme, ku dominuan arti, televizioni, rrjetet sociale dhe sporti, u bën pjesë e këtij sezoni duke premtuar dinamika të forta, përplasje karakteresh në një luftë të vetme për të rrëmbyer çmimin e madh të rritur deri në 200.000 euro. Fituesi i edicionit të tretë të Ferma VIP do të mund të shkojë në shtëpi pas 100 ditësh me 200.000 euro!
Ky edicion vjen më i pasur në element spektakli dhe lojrash. Ambientet e fermës janë rikonceptuar duke ofruar më shumë hapësira për aktivitete ditore, sfida dhe ndërveprime mes konkurrentëve. Qëllimi mbetet i njëjtë, të testojnë jo vetëm aftësitë fizike, por edhe durimin, bashkëpunimin dhe strategjitë sociale të çdo fermeri. Soni Malaj, Blerina Bajko, Teni Vllacaj, Akil Varfi dhe Mimoza Ahmeti ishin fermerët e parë që u bën pjesë e kastit të Ferma VIP 3. Në moderimin e Arbana Osmanit, ky produksioni Vita Production mbrëmjen e së premtes përçoi magjinë që mbajti të mbërthyer publikun në një numër rekord shikuesish. Një hyrje speciale ishte ajo e Indri Shirokës dhe aktorit të mirënjohur Romir Zalla. Ndërsa për të tjerët, hyrja u shoqërua me sfida. 3, 2, 1, fillo! Momente të veçanta u shfaqën gjatë gjithë spektaklit e një moment i tillë ishte edhe performanca e fermeres së radhës Vanessa Sono. Modelet Fabiola Elesaj dhe Dona Sina, Sara Karaj, Malbora Gura, aktori Elvis Pupa, apo edhe këngëtarja Jonida Maliqi hynë gjithashtu me një njohon të madhe, duke u bërë pjesë e bashkëjetesës e duke plotësuar kështu mozaikun e fermës. Agaj duket se nisi nga puna që natën e parë, duke ngarkuar Jonida Maliqin të ndante krevatët për secilin fermer. E po ashtu është hapur një televotim deri ditën e hënë për fermerin e preferuar. Në këto qaste, unë hap zyrtarisht televotimin për të preferuarin. Edicioni i tretë sapo ka nisur, ndaj do të keni mundësi ta ndiqni 24 orë në 7 ditë të javës në 2 kanale të dedikuara, si dhe netet e spektaklit çdo të hënë dhe të premte në orën 21 vetëm në ekranin e Vision Plus. Tre ngjarje të dhunshme janë regjistruar gjatë orëve të fundit në Korçë. Nga konfliktet ku janë përdorur edhe thikat, janë plagosur disa persona, ndërsa motivet kanë qenë banale. 3 persona kanë mbetur të lënduar, njëri prej të cilëve më rënd pas një konflikti të ndodhur në unazën veriore të qytetit të Korçës paraditën e kësaj të shtune. Burime pranë policisë thanë se konflikti ka nisur në një tapiceri makinash ku shkak është bërë puna kryer në tapiceri. Nga ky konflikt i plagosur më rënd ka mbetur Renaldo Xhixho, pronari i tapicerisë, ndërkohë që të plagosur por më lehtë janë 2 persona të tjerë të përfshirë në konflikt. Oficerët e policisë gjyqësore kanë marrë në pyetje disa persona që kanë qenë të pranishëm, përfshirë edhe të lënduarit, si dhe të tjerë që kanë biznese afër tapicerisë ku ndodhi dhe ngjarja. Po ashtu 2 ngjarje të tjera të dhunshme janë regjistruar në qarkun e Korçës, ku 2 persona kanë mbetur të plagosur pas goditjeve me sende të forta. Në rastin e parë policia arreston në flagrancë një 16 vjeçar banues në Korçë, i cili dyshohet se për motive të dobta ka goditur me dru në kokë një 21 vjeçar. Njeriu i plagosur u dërgua për mjekim të specializuar në Spitalin e Traumës në Tiranë dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë në një tjetër ngjarje të ndodhur në afërsi të fshatit Floq, një 67 vjeçar dyshohet se ka goditur me sende të forta një 53 vjeçar. Ky i fundit ka marrë dëmtime të lehta. Policia e Tiranës në bashkëpunim me prokurorin ka goditur një grup të shpërndarjes së lëndëve narkotike në lokalet e natës në zonën e ish bllokut. 11 persona, punonjës dhe administrator të lokaleve të natës janë vënë në akuzë. 9 prej tyre janë arrestuar, ndërsa 2 të tjerë janë shpallur në kërkim. Gjatë kontrolleve janë sekuestruar rreth 100 gram kokain, 2200 tableta ekstazi dhe 11 aparate celular. Familjar të viktimave të tragjedisë Otrantos dhe përfaqësues të pushtetit vendor përkujtuan sot në Vlorë 81 jetët e humbura. 28 marsin e vitit 1997, anija shqiptare u përmbyt në det nga forcat detare italiane, duke shënuar një nga ngjarjet më të rënda.
Këtë të shtunë në qytetin e Vlorës u përkujtua 29 vjetori i tragjedisë së Otrantos. Familjarë të viktimave, përfaqësues të pushtetit vendor dhe qendror, si dhe qytetarë të shumt, përkujtuan një prej tragjedive më të rënda ku humbën jetën 81 persona. Me iniciativë të ministres së shtetit për marrëdhëniet me parlamentin dhe deputetes së qarkut të Vlorës, Riona Ismaili, 81 karrike të lëna bosh në buzë të detit simbolizonin viktimat e kësaj tragjedie, ndërsa hedhja luleve në det shërbeu si një simbol përkujtimi për jetët e humbura. Ministri Ismaili theksoi se kjo është një plagë që vijon të dhem për qytetin. Kjo është një ngjarje që qytetit i dhem dhe që mendoj me të vërtetë që harresa dhem më shumë ndonjëherë se sa vendngjarje që pashmangshmërisht tashmë ka ndodhur. Shpresoj dhe patjetër që do kem ndikimin që të jetë i përvitshëm jo vetëm në përvjetore, sikurse është ai viti tjetër që do të jetë 30 vjetori i tragjedisë së Otrantos. Për familjarët e viktimave, kjo tragjedi është krijuar me dashje, ndërsa ende vijojnë të përballen me pasojat të rënda psikologjike, pasi kërkimi për drejtësi ka qenë i gjatë dhe i lodhshëm. Është një tragjedi e krijuar me dashje. Është një tragjedi që ka rënduar dhe çdo vit në vend që të lehtësojsh kjo tragjedi është rënduar edhe më shumë. Gjyqi është mbyllur, por nuk mbyllet një krim. Ky është një krim njerëzor. Më 28 mars 1997, anija shqiptare me 142 persona në bord u përmbys nga forcat italiane detare në kanalin e Otrantos, ku humbën jetën 81 persona, mes tyre edhe fëmijë. Këtë të diel hyn në fuqi ora verore duke sjell ndryshime në orarin zyrtar. Në orën 2 të mëngjesit Akrepa do të zhvendosen një orë përpara duke kaluar në orën 3. Ora verore do të mbetet në fuqi deri në fund të muajit tetor, kur Akrepa do të kthehen sërish një orë pas me rikthimin e orës dimërore. Me këtë ndryshim, dita do të jetë më e gjatë. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.